إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم ذا الأذراطات تأخوين الله جل جلاله يتل الفجر شمري navigaton me të mirat e tij dhe është i lavdruar subhana. Salat e selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilën Allahu e dërgoi përgëzues dhe paralajmërues para kiametit, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar përmendëm disa fjalë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala për disa prej rregullave të tauhidit, rregullave të cilat besimtari duhet t'i mëson dhe me këto rregulla, me këto baza, me jetu jetën e kësaj bote. E ai i cili me këto rregulla jeton jetën e kësaj bote, pa pikë dyshimi, do të jetë njeriu më i lumtur në këtë botë dhe i shpëtuari në botën tjetër kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Një prej rregullave që përmendi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, tha se njerëzit në veten e tyre nuk e kanë mundësinë absolute për t'u ndihmuar njerëzve. Njeriu në qenjen e tij, në veten e tij, se ka mundësinë e pamvarur me ndihmu dikujna. Në qoftë se i ndihmon se ja ka mundësua Allahu me ndihmu. Dhe se krejt çështja është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Krejt çështja është në dorën e Allahut xhela xhelaluhu. Dhe si rrjedhoja e kësaj përmendëm se besimtari obligohet që të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, jo me krijesat. Se fillimisht krijesat s'kan mundësi me ndihmu pa dashur Allahu. E dyta, kur krijesat i ndihmojnë dikujna prej njerëzve, apo njeriu i ndihmon njeriu, e përmendëm që i ndihmon njeriu për shkak interesit që e ka. Se mos e pas interes nuk i ndihmon. Ka një far interesi. Dhe i vetmi është Allahu xhel xhelaluhu i cili është bëmirës me pavarësinë e tij. Pra është bëmirës dhe nuk ka nevojë për kthim. Njerëzit kanë nevojë për kthim. Ta ban një të mirë, ta kry një nevojë, të gjinët njëjtë për diçka, mirë po, atje pas një 20 vjetëve e do një faleminderje. Atje pas një 50 vjetëve e do një farë mirënjohje, një farë buzëqeshje, diçka shumë pak ama do diçka. A i vetëm është Allahu xhel xhelaluhu i cili na jep, na ndihmon dhe nuk pret prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith na këshillon që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej 4 gjërave. Në shumë ajete, në shumë hadithe
Në ka mësu neve Allahu subhanu wa ta'ala me kërku prej Allahut që Allahu me në mbrojt. Kemi fol ligjerat ditëve të mërkura për surën Kul a'udhu bi rabbin nas, për surën Kul a'udhu bi rabbil falaq, se qysh në ka mësu Allahu me kërku mbrojtjen e Allahut prej errësirës së natës, prej magjistarve, prej sehirbazve, prej hasedgjive. Në ka të regu Allahu qysh me kërku mbrojtje prej el-waswas, ati shejtanit që na ban vezvese dhe cytje në zemrat tona dhe kështu me radhë. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmenden disa gjëra nga të cilat na duhet të kërkojmë mbrojtjen e Allahu xhelle xhelaluhu. Pse po përmendi këtë hadith? Për shkak se subhanallahu na ndodh të gjithëve që këto gjëra që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërkuar mbrojtje prej këtyre, për këta prej Allahut, neve na ndodh me kërkuar prej njerëzve. Edhe njerëzit nuk mundën me na ndihmua. Nëse na ndihmojnë me ndihmën e Allahut, qofse do me na ndihmua për shkak interesit që e kanë dhe jo për diçka tjetër. Dikush thot për Allah, po do për Allah, për interes, për fitu xhenetin. A nuk ka interes kjo? Kjo është interesi lartë, kjo është mirë, është kjo, super. Nuk është keq, mirë po me interes. Me interes. Allahu kur ndihmon ty, a ka interes për teje? A fiton diçka Allahu? Kur t'jep ty, a fiton diçka Allahu? As nuk hup, as nuk fiton. Ja i hënnasu antumul fukarau ila Allahi wallahu huwal ghani. O ju njerëz, ju jeni fukara për Allah, ju keni nevojë për Allah. Allahu është i pamvaruri. Allahu është i pamvaruri. Në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Wallahi vazhdi kjo hadith është madhështor. Këto këshillat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë madhështore. Këto këshilla që në ka mësu neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërku mbrojtjen e Allahut prej këtyre, na mundohemi dhe gjuha e gjendjes tonë, jo fjalët e gjuhës tonë, po fjalët e gjendjes tonë na flasin se na kërkojmë mbrojtjen tek dikush tjetër prej këtyre gjërave, apo kërkojmë zgjidhje tek dikush tjetër prej këtyre gjërave. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoni mbrojtjen e Allahut prej jahdil bala, prej mundimit të sprovave. Prej mundimit të sprovave. Kërkoni mbrojtjen e Allahut prej hidhrimit, të qenurit i palumtur. Kërkoni mbrojtjen e Allahut prej caktimit të keq. Do të flasim për secilën një nga një. Kërkoni mbrojtjen e Allahut prej shematatil a'da. Ka thënë dietar, shematatul a'da do me thonë me u gëzu armiku për musibetin që i ki ti. Kërkon mbrojtjen e Allahut që mos gëzohet ai për goditjen që i ke ti. Jahdul bala, me kërku mbrojtjen e Allahut prej mundimit të sprovave. A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? A kanë mendu njerëzit që do të lihen të qetë, të thonë besuam, ina musliman, imi besimtar, dhe pastaj s'kanë mu sprovu? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, na me të vërtet i kemi sprovu ata që kanë qenë për atyre. Dhe me të vërtet Allah ka me nxjerrë në pah, në mejdan, kush është i sinqert me Allahun dhe kush është gënjeshtar. Se në momentin e sprovave, kur të vjene musibeti, belaja, a pa tjetër ka me ardhë, të regohen të sinqertit me gënjeshtarët. Ata që e kanë pas sinqerisht për Allahun, ata që kanë besu sinqerisht për Allahun dhe gënjeshtarët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka po thot? Kërkoni mbrojtjen e Allahut prej mundimit të sprovave, jo prej sprovave, se sprovat kanë me ardhë. Është sunnet, është tradit e pandryshueshme e Allahut në tokë, në këtë dunja,
marë musibet e sprova. Pa tjetër, nuk ka mundësi pas sprova. Mirë po, me lutë Allah mos me na mundu sprovat. Musibetet janë nga më të ndryshme. Qysh me e kuptu e mundimin e sprovave? Dje, me një vëlla musliman e dëgjërëm një ligjerat dhe flitte për luftën e Jemenës. Lufta e muslimanve në krye me Khalid bin Walidin radhiyallahu anhu kundër Musailime Kedhabit. Në moment që e kanë zonë Musailime Kedhabin, e kanë rrethue 3 veta prej muslimanve. Abu Dujane radhiyallahu anhu, Wahshiu edhe Nusejbe, Ummu Imara radhiyallahu anha, e cila ishte betu që ka mu hakmar për djalin e vetë, se Musailime Kedhabi ja kishte vrarë djalin. E keni dëgjuar ngjarjen kur pejgamberi sa mi ka thënë letër Musailime Kedhabit dhe i ka shkruajtur letër prej Muhamedit të dërguarit të Allahut deri te Musailime Kedhabi. Dhe Musailime Kedhabi delegatin e pejgamberit sa Habibin, djalin e Nusejbes, e ka marrë dhe i ka thonë, çka thuti? Ka thonë, dëshmoj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, për pejgamberin e tij, ka thonë se dutni. E ka mbru dikra. Çka thu? E ka thonë shahadetin. Kur i ka thonë për pejgamberin e Musailemes, ka thonë s'jam dutni. Ja ka prej krajin tjetër. Ja ka nis me coptu kështu copa deri sa ka rrosh het. Kur i ka ardhur lajmi nanës vet, Ummu Imara radhiyallahu anhu, që në luftën e Uhudit e ka mbrojt pejgamberin sa bashkë me këtë djalë, edhe me burrin e vet, me thik, me hanxhare, e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë prej grave të rallat që na ka ja kanë dhënë bejen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kanë me mbrojt deri në vdekje. Kur ka marrë vesh për djalin e vet, ka thonë, nuk kam e lënë pa ju hakmar Musailemes. Luftën e Jememes në kala e kanë rrethue. E që ka qenë sprova e Abu Dujanes edhe sprova e Ummu Imaras. E dim rastin kur e kanë marrë Bera ibn Malik, e kanë fugë në kala mrejna për me qelë derën. Ka luftu me këtë ushtri për me qelë derën, mirë po është loth, Abu Dujani ka thonë sahabive fugën edhe mua. Kur e kanë hedhë Abu Dujanin, e ka thuj kamë. A e keni parasysh një ushtri komplet në kala, edhe Abu Dujani me Bera radhiyallahu anhu mrejna në kala të luftu me krejt, edhe plus kamën e thyme. Me këtë kamë të thyme e ka vrarë komandantin kryesor. Ummu Imara, kur janë ofruar me vrarë Musailime Kedhabin, krajin e djath e ka pas të pkut. A e shofi fotografia e musibetit, sprovës, krajin e pkut. Abu Dujane, kamën e thyme. Të tret, e ka vrarë Musailime Kedhabin. Wahshiu e ka gjujt, Abu Dujane ka fshu me shpat, Ummu Imara me dorën e majt, me thik, me hanxhar e ka thejë. Mu hakmar për djalin e vet. Pse vërena këtë ngjarje, Abu Dujane në kësin gjendje kamën e thyme lufton fi sabilillah. Kjo kama e thyme është musibet, sprov, ama sprova se ka mund. E pejgamberi se për na mëson neve me bë dua Allahun që mos më na mujt sprova, prej mundimit të sprovave. Ummu Imara ka hub krajin. Neve një therme na hi, pak me prej gishtin e vajtojna. E ka hub krajin komplet. Ka luftu me dorën tjetër, edhe ka vrarë mikun e Allahut pejgamberin e rejshëm dhe është hakmar për djalin e vet. Sprova e rand, ama se ka mujt sprova. Pejgamberi sa na mëson këtë hadith me kërku mbrojtje prej Allahut nga mundimi i sprovave. E sprova çfarë janë? Sprov ka mundësi me qenë fukarallëku pas pasurisë të madhe. Sprov mundet me qenë mos respektimi i gruas. Sprov mundet me qenë mos respektimi i fëmijëve. Sprov mundet me qenë nga më të ndryshmet e kësaj dunjaje. Sprova më e rëndë që mundet mos provu njeriu është mos provu në fejnë e tij. Me humb prej urdhave dhe ndalesave të Allahut.
Ka shumë njerëz për shkak sprovave e kanë lënë fejen. Sprovë musibet, i ka godit një sprovë. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për na mëson me lut Allahun, o Allah, kërkoj mbrojtjen tane prej mundimit të sprovave. Sprovat janë nga më të ndryshmet. Veç ka mundësi për dikan një sprovë me qenë mundishme dhe me e mujt. Për dikan, sprova e pasurisë është e mundishme dhe e mund. Për dikan, sprova fitnja grave. Për dikan, fitnja e fëmijëve. Dhe fitnja nga më të ndryshmet. Fitnja më e rëndë, fitnja më godit njeriu në fejnë e tij. Më godit njeriu në fejnë e tij. Prej sprova më me qenë ngushtimi i gjoksit. Jo rahat lëkum. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson neve me lut Allahun me mbrojt prej mundimit të sprovave. Pse e përmendi këta? Po e përmendi edhe një herë si javën e kaluar. S'po tham të gjithë, ama pjesa dërmuese janë mundu, janë sprovu. Këtë na sprovu, po pjesa dërmuese janë mund prej sprovave. Janë mund. Bëhet shkak sprova, bëhet shkak ngushtimi i gjoksit me tik namazit, me i lidh namazet. Bëhet shkak me të mundu sprova, me lan këtë namazin Allahu na rujt. Bëhet shkak sprova prej sprova me të mundue, mos me ndet me xhliset e hajrit, mos me prezantu ligjërata, mos me përmend Allahun, mos me lexu Kur'anin, me i bëj gjuna Allahut, edhe kështu me radhë. Kjo është jahdul bala, mundimi i sprovave. Kërkoni mbrojtjen e Allahut prej daraku shqa, prej hidrimit. Njeri Said edhe shaqi. Said njeri i gëzuar, edhe njeri i pagëzuar, i hidruar. Ky hidrim mund me qenë për çështjet e kësaj dunjaje, dhe ky hidrim mund me qenë për diçka për dinën e Allahut xhalla xhelalu. Çka është daraku shqa? Është hidrimi apo sende gjëra që janë bo shkak që pas që ke qenë i gëzuar, më bëj i hidrush. Sendi më i madh që i dhon njeriu është humbja e kënaqësisë adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është më e rënda. Kjo është më e rënda, me humb kënaqësinë e ibadetit, me humb kënaqësinë, lezetin e namazit, e fal namazin po s'ki lezet. Kjo është hidhrimi më i madh që godet njeriu. Me humb kënaqësinë e sadakas, me humb kënaqësinë e realizimit një punë shumë të vogël për hir të Allahut subhanahu wa taala, me humb kënaqësinë. I ban punë pa kënaqësi. Po tham, po e përsëris. Jo të gjithë, po pjesa dërmuese janë sprovuar me këtë. Pjesa dërmuese janë sprovuar me këtë. Po saqërisht vlen theksohet shtylla e Islamit namazit. Po flas për musliman, po flas për qafirat. Po flas për ata që e kanë tauhidin si duhet, për ata që e kanë besimin si duhet, defekti më i madh, problemi më i madh me sela namazit. Shtylla e fesë Allahu subhanahu wa taala. Në për çështjet materiale kësaj dunjaje e kuptojmë shumë mirë çfarë do të thonë shtylla. Çfarë kuptimi ka shtylla? Mos me qenë kjo shtyllë e xhamisë e me ziri këtu, kështu e madhe, kjo ndërtesë nuk bëhet kështu e madhe. E aty shtyllë mos e pas hekur të fort, nuk shkon për pjetë. Kështu krahasojmë edhe namazin. Kështu krahasojmë edhe namazin. Në qoftë se shtylla nuk është si duhet, s'ka mundësi me qenë feja, pjesët tjera të fejës që shduhet. Në qoftë se namazi është defekt, s'ka mundësi me qenë si duhet zekati. As agjërimi, as haxhi, as sadakaja, as urdhët të mirë, as dalimi nga e keqja, as largimi prej harameve, s'ka shansa. Pse? Se namazi është shtylla kryesore bazë. Krejt të kjo mbahen. Krejt islamin mbahet të namazi. E namazin mbahet mbi tauhidin, për besimin e saktë dhe Allah subhanahu wa taala. Me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala prej kaderit keq. A ka kader të keq? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Besosh në kaderin i mirë apo i keq qoftë ajo. E kemi thënë disa herë se kur ta shikojmë kaderin prej këndit ton, ka kader të mirë, ka kader të keq.
prej këndit tonë, me e prej dorën, a kader, kader. A i mira i keq, ose ki prej dorën, them. Këtë kader, kush e ka caktu, kush e ka ba? Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga këndi prej anës Allahut, krejt është kaderi mirë, dhe s'ka pa drejtësi. Nga këndi Allahu xhelle xhelaluhu, caktimin që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala, është i mirë, ka hikmet, ka urtësi. E kupton kush e kupton, nuk e kupton kush e kupton. Krejt problemet të kaderi keq kthehen te iblisi. Apo mos ta kështu Allahu iblisin, edhe s'kish me pas probleme. Po pse ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu iblisin? Se ka qenë patjetër me krijua. Për shkak urtësisë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhelle xhelaluhu ka emra dhe cilësi të larta. Allahu ka emra të bukur dhe cilësi të larta subhanahu wa taala. Allahu neve në Kur'an na ka mësuar se Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don ata që pendohen. E kush pendohet? Pendohet ai që ka bëu gjuna, ai që ka gabu pendohet për gabimin që ka bë. E në qoftë se nuk ishi krijuar iblisi dhe ushtria e tij, të cilët janë shkak që njerëz me deviju dhe me gabu dhe me bëu gjuna, çish kish mu pendu njeriu? Çish kish mu pendu njeriu? E kjo cilësia e Allahut subhanahu wa taala është cilësia e Allahut, pasi që i krijesën apo çdo herë? Jo, Allahu çdo herë është cilësuar me këtë cilësi. I ka kriju krijesat të mirë dhe të këqit që të dalin në mejdan, të shifen cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don ata që bëjnë sabër. Allahu i don shahida. Allahu i don ata që kthehen te Allahu xhel xelaluhu. Këto nuk ndodhin në qoftë se nuk ekziston pala kundërshtare. Në qoftë se nuk ekziston një besimtar, çish më ra njëri shahid? S'ka shahid lëk. E që me ra shahid, e që me dal mejdan shpërblimi i Allahut për shahidin, Allah i ka krijuar besimtar që me luftu me musliman, dhe musliman dikush me ra shahida. A kuptojmë? Mirë po neve, na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej kaderit keq, mos më na godit diçka që s'ka mundësi na me mbaj. Wa shamatatil a'da, me kërkuar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala prej gëzimit qafirave që e kanë kur na godet neve diçka prej musibeteve. Më na mbrojtë Allahu subhanahu wa taala. Qysh realizohet kjo më smirti? Qysh bëhet kjo më smirti? Allah i na mundsoft. Kjo më smirti bëhet kur nuk ja mundsojna qafirave, jo besimtarve, munafikave, murtedave, njerëzve të këqij, zullumçarve, fesadxhive, nuk ja mundsojna atyre me patë na problem. Si ja mundson me pa. Ti çdo herë je në nivelin më të lartë. Ti je i sprovuar ndoshta shumë. Ti je i lënduar ndoshta shumë. Ti ndoshta i tu vdek pi problemeve. Ama si ja mundson armikut me pa keqtë ti. Armiku me të pa ty çdo herë në nivel më të lartë. Që mos më mundsua ti më u gëzue. Mos e mundsua ti me u gëzue për shkak gjendjes të rëndë e çka ka vënë tyje. Armiq, a ka besimtari sunet i Allahut i pandryshuar. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Dhe kështu na kena bërë për çdo pejgamber armik prej zullumçarëve. Dhe secili që pason rrugën e pejgamberit i ka këto armiq karshit, ta dini. Mos thoj dikush, pse edhe më ka inati ki? Do të pas inati patjetër për shkak besimit tanë që e ki. E me kërku mbrojtjen e Allahut, mos gëzohet taj me musibetin tanë. Qysh? Mos me mundsuti ati kur me pa keqtë dhe musibet e ti. Ti me qenë nivelin më të lartë. Ti me qenë sforë më të madhe i busqesha. Kjo e plas armikun. E lusim Allahun që Allahut na ruan prej mundimit të sfrovave, që Allahut na ruan prej hidhrimit pas gëzimit, që Allahut na ruan prej kadereve të këqija që na bëjnë dëm neve, që Allahut na ruan nga gëzimi i armiqve në musibetet tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.